Po sa vite e ke duruar këtë situatë? Dhe a ke tentuar një herë të vetme që ti drejtosh institucioneve të drejtësisë në shtetin grek për të kërkuar ndihmë? Për herë të parë kam kërkuar ndihmë në 2020. Denoncimi i parë që kam bërë në shtetin grek është në 2020. Mhm. Si Ndërkohë që jam rrahur brutalisht sepse solli në shtëpi pistoleta, u mor me gjëra të tjera, nuk e di pse, sepse nuk është se kishte nevojë për lek. Ne punonim të dy, ndruam ndërkohë që ikëm nga Zaharo erdhëm në Athinë. Unë kam pasur djalin 2 vjeç e gjysmë dhe gocën 6. E, për një të ardhmë më të mirë, sepse atje nuk hapi një punë në vetë dhe nuk na eci, i vllai mori nusën edhe erdhëm në Athinë, të gjithë siç ishim. Mhm. Sepse rrinim 2 kunata bashk, pastaj u bëdhej me fëmijë edhe unë me fëmijët e mi. Duke ardhur në Athinë unë punoja, nuk është punë. Unë kam ardhur deri në momentin e parë që erdha në Athinë, unë pastroja shkallë, boja çdo lloj pune që t'u sheh fëmijët. Ndërkohë që as nga kunati, as nga kunata, as nga ai s'ka marr asnjë lloj ndihme, as për bukë. Kështu që unë ja dilja vetë dhe i mbaja gjithë këta tjera dhe këta lekët i vinin më nja. Dua të them që në 2020-ën, ndërkohë që vllai i tij iku, ne patëm, domethënë, problemin atë gjithmonë përdorte dhunë. Këtë do ta bëj të ditur, gjithmonë ka ngritur dorë, gjithmonë thoshte mos fol, je një shërbëtore, je dhunë psikologjike, dhunë fizike dhe çdo lloj dhune, në çdo lloj mënyre. Jolinda, se ti pra thua që në fillimet e tua ke punuar, ja ke dalë, domethënë që të sigurosh sa do pak të ardhura, por përse ke duruar dhunën për kaq gjatë këtyre viteve? Ke patur mundësi të shkosh të drejtosh një institucioni që në fazat e para të dhunës për të larguar nga ky realitet? Ke patur mundësi ta bësh këtë gjë, çfarë të ka ndaluar dhe cila ishte frika jote më e madhe në atë kohë? Siç kanë të gjithë vajzat dhe gratë sot frikë se mos i vrasin, sepse ata lloj njerëzish që përdorin dhunën mund të arrijnë në kulëm. Ai ish bashkëshorti ishte edhe pistoleta, merri dhe me gjëra të tjera, kështu që unë kur e mora vesh, mi solli në shtëpi. Aty e kam marrë vesh që plus gjërave të tjera ishte ngatruar dhe në diçka tjetër që unë nuk mund ta ndroja më, sepse ja jepte djalit dhe i thoshte të vrasi mamin. Me pluhur në gojë pistoleta dhe i marrin nxjerr fotografi pistoletat dhe i çoj fotografit sepse kisha frikë, po bëj denoncimin. Aty kur un kam nxjerr fotografit dhe i thash pse merresh me këto gjëra, më ka rrahur shumë keq. Aty ka marrë dënimin e parë, është larguar nga shtëpia, e ka larguar policia, por unë nuk kisha mundësi ekonomike, sepse unë kisha 2 fëmijë të vegjël, edhe nuk mundesha që t'i mbaja vetë. Nuk mund të dilja nga shtëpia të lija vetëm, siç ikja shumë herë mbyllja me kyç brenda për të marrë një qese mielli ose një bukë edhe një diçka të vogël që t'u gatuaja. Nuk kisha mbështetje. Babai më thoshte që aty është familja jote, kështu që ti mundohu t'ja dalësh vetë, duke pasur një familje të ndarë, prindërit e mi janë ndarë që kur kam qenë në moshën 5 vjeç e gjysmë, unë jam rritur nga babai. Nuk doja që fëmijët e mi të rriteshin pa baba. Doja që fëmijët e mi, edhe pse nuk kishin familja më e lumtur në botë, të paktën mos të kishin prindër të ndarë. Po kjo ishte gabim. Kjo ishte një ide që thjesht unë kisha në kokë sepse nuk shtyhej jeta me dhunë. Dhe fëmijët ca vinin edhe më thoshin kishin frikë, siç kisha unë, sepse siç dhunonte mua, dhunonte edhe ata. Mama, të ikim, nuk kishim ku të shkonim, nuk kishim të ardhura, nuk kishim njerëz, sepse ai na kishte mbyllur thjesht në një shtëpi, punë, shkollë dhe nuk kishim asnjë lloj shoqërie, nuk mund të flisnim me asnjë. Edhe ajo dhuna psikologjike që ai thoshte plus fizikes që unë do të vras nëse ti e hap gojën, më bënte mua që e dija se kush ishte, e dija se me çfarë merrej, duke ushtruar dhunë kaq vite, normale që ke frikë dhe nuk mund të hedhësh hapa, duke mos pasur siguri edhe të ardhura për të mbajtur 2 fëmijë dhe veten tënde
ku do shkosh në një shtet të huaj në mes katër rrugëve, kush do të dalë, kush do të mbaj, kush do të jetë aty për ty. Se është shumë e vështirë. Aty kam filluar të kërkoj për herë të parë që ku mund të drejtohem. Aty kam gjetur influencues shqiptare për herë të parë. Okej, ne do kalojmë tani do doja të pyesja pak edhe zonjën Vjollca Tafa, e cila është mikesha njeriu më i afërt, ndoshta prindja e tij, siç ti e ke konsideruar prej kaq kohësh. Vjollca, faleminderit fillimisht që pranove për të qenë në krah të Julindas publikisht sot për zërin e diasporës, për ngritur zërin dhe për ta trajtuar publikisht të rast në mënyrë që të jepet zemër dhe të ngrihet zëri për t'i dhënë forcë atyre femrave që nuk mund ta bëjnë një gjë, një akt të tillë. Ka 7 vjet më të bëj, mi mbrëma nga mua. Kemi mbi 6-7 vjet që kemi filluar të organizatën e lidhjes së gruas dhe nisma jonë ishte domethënë që të ndihmojmë gratë në diasporë, gratë në përgjithësi, domethënë të gjitha gratë, jo vetëm nga dhuna e burrave, por edhe nga atje ku janë të dëmtuara në punë, të ndihmojmë nga ana ekonomike, nga ana psikologjike. Domethënë kemi bërë shumë evente të ndryshme edhe me psikologë që i kemi afruar rreth grave tona duke i mbledhur me psikologë, duke punuar edhe kemi bërë edhe shumë evente të tjera, domethënë për 8 marsin, për gastronominë që kemi, domethënë kaq vite që e funksionojmë këtë event që kemi tonën mbi 4 vjet të radhësi që e bëjmë, nga të gjitha treva domethënë nxjerrim ato gjërat e tona kryesore që bëhen në çdo qytet të Shqipërisë dhe ne organizojmë kaq bukur këtë, duke bashkëpunuar dhe me ambasadën e Greqisë, me zonën Guela. E qartë, shumë mirë shoqatare që bëni këtë vetëm për të ardhur në ndihmë sadopak këtyre fenomeneve, këtyre rasteve kaq të vështira. Por realisht a keni patur bashkëpunim dhe me institucionet e tjera? Faktikisht nuk kemi pasur shumë raste të tilla. Rasti i parë ka qenë një rast i Julindës që kemi pasur në këtë shoqatë kaq vjeçare. Dhe mbi të gjitha ka qenë Dimitra Malo, shoqja jonë që i njeh prej vitesh që ka ardhur që në 90-ën këtu dhe i njeh këto institucionet dhe ka qenë një nga organizatorët e para të lidhjes së gruas, që është marrë shumë me këto organizatat e qeverisë ku jemi në Greqi dhe ajo domethënë na lidhi dhe orientoi Julindën ku mund të vintej në këto institucione që të përkatëse që të lidhej dhe ta ndihmonin. Dhe pikërisht Julinda e di shumë mirë se ku vajti nga rekomandacionet që i dha, domethënë Dimitra, që i njihte këto shoqet e para, këto greket që kanë organizata greke që ndihmojnë dhunën për të gjithë të huajt këtu në Greqi. Qartë, Julind, momentin e parë ajo që dha ndihmën e parë. E qartë, Julin, dua të kuptoj pak momentin e parë kur ti ke vendosur për të bërë denoncimin ndaj ish bashortit tënd për të gjitha aktet të dhunës që ai ka bërë në mënyrë sistematike ndaj jush. Ku je drejtuar për herë të parë? Unë kam bërë denoncimin në polici, në policinë në Galaci, kështu quhet vendi ku unë kam jetuar dhe jetoj aktualisht. Në policinë e lagjes ku unë jetoj aktualisht. Aty kam bërë denoncimin e parë dhe më thanë që okej, do vim t'i flasim, aty ishte për t'u futur brenda, në mos gaboj, një natë, nuk erdhën asnjëherë, për herë të parë, shkova dhe i thash, domethënë sepse kisha frikë se mos vinte policia poshtë dhe futnin brenda dhe e dija ç'më priste. Me këtë ide, i kisha shumë frikë, e dija shumë mirë që nëse unë do ngrija zërin të flisja, e dija që jo vetëm do rrihesha, po mund të vritesha, mund të coptohesha si janë vrarë shumë vajza dhe gratë të tjera. E dija që mund të arrinte deri. Si janë vrarë? Vjollca, të lutem, mund të flasim pak për këto raste të më ekstrema
që janë të shumta raste të tilla? Shiko, janë të shumë të raste këtu, në Greqi që janë vrarë shumë gra, shumë femra shqiptare, dhe prandaj neve mbanim gjithmonë nga afër Julindën, që mos ndodhi Julinda, mos ndodhi një nga viktimat të tilla. E mbanim nga afër në mënyrë të vazhdueshme të gjitha ne, duke porositur që të bënte ato hapat e saj të sigurta që mos të ishte vetëm asnjëherë. I qartë, cili është rasti më ekstrem që ka ndodhur? Selani, në qytetin e Selanikut është bërë para një muaji afërsisht një vrasje, u vra një zonjë e moshës 40-47 vjeçe nga bashkëshorti me 47 thika dhe u hodhi nga balkoni. Domethënë nuk i doli vetëm ta vriste, po e hodhi dhe nga balkon. Nuk kishte aq shumë vlef mbi Veta ju. Po. në mos gaboj. Kështu që këto është xhelozia ajo që e bëri arriti deri atje në pikën e fundit. E kuptoj. Pra, është një ngjarje e freskët, jo më larg se sa një muaj, po thoni, që ka ndodhur një gjë të tillë. Dhe është një situatë alarmante që mund të ndodhë, mund të përsëritet si pasojë e këtij fenomeni, si pasojë e dhunës, si pasojë e xhelozisë bashkëshortore, apo jo. Dhe shoqata e Lidhja e Gruas Shqiptare në Greqi, për momentin kjo është vetmja organizatë e fuqishme që po i vjen sadopak në ndihmë këtyre rasteve, po institucionet e drejtësisë, qendrat e riabilitimit të grave, që a ka urdhra mbrojtja, po si funksionon drejtësia në këtë raste në Greqi? Nuk ka në Greqi një denoncim mund të vi që të bëhet gjyqi pas 2 vitesh. Kur ti ke nevojë të ndodhin gjërat shumë shpejt, nuk ka polici që t'i zbatoj urdhrat, nuk ka gjykat që t'i zbatoj urdhrat, sepse i kam kaluar vetë, më vjen keq që i them, por shumë e vështirë situata sepse nuk do në thonjza. Për momentin unë kam 2 vite që mundohem të marr atë kujdestarinë e fëmijëve të mi, dhe fëmijët janë me një njerëz që është i dënuar për armbajtje pa leje, për dhunë në familje të vazhdueshme dhe janë me një baba të tillë që ikën nga mëngjesi dhe në darkë, ndërkohë që kanë një nën që ishte përkushtuar dhe jeta ime ishin ata dhe nuk kam arritur t'i marr fëmijët e mi. Nuk kam arritur as t'i shoh. Domethënë të kem një lloj letre që të mund t'i shikoj. Po drejtësia greke. E qartë, Julin, tani për të kuptuar dhe rrjedhën e historisë tënde, më trego momentin e ndarjes, besoj ti je divorcuar nga bashkëshorti, zyrtarisht, apo jo? Dhe Jo, nuk e divorcuar akoma, për këtë po bëj përpjekje të mëdha. Okej, si ishte largimi nga shtëpia, ndihma e parë, sa e vështirë ishte, sepse do të largosh nga shtëpia për ty ka qenë besoj shumë e vështirë, apo jo? Më trego pak nga ato momente e largimit. Unë jam larguar më përpara, siç thash, me ndihmën e Lidhjes së Gruas në vitin 2021. Unë ika nga shtëpia me fëmijët atëre, sepse goca ime në atë kohë ishte 13 vjeçe, arriti të bënte vetvrasje. Domethënë donte t'i bënte keq vetes së saj, sepse shikonte dhunën e vazhdueshme që kishim me njëri tjetrin, shikonte që unë punoja gjithë ditën, nuk ishte njëri, ajo kujdesej për djalin e vogël dhe donte ndihmë vetë si fëmijë, ndërkohë që ne kishim dhënë një barr të madhe kësaj vajze, këtij fëmije, që nuk mund ta përballonte dot. Ndërkohë që e pash kur shkoj në shtëpi pas punës, pas orës 9, shikoj fëmijën që kishte duar të prera deri lart, jo thellë, po ishin të prera. Jam çmendur, kam kërkojtur lejen e tij, sepse pa lejen e tij nuk mund të shkoj asgjikundi, që ta çoja në psikolog, që ta çoja në spital, nuk pranoi. E lash ditën tjetër të ikte në punë, e kam çuar vajzën vet, ka ardhur në spital duke u lëritur, dhe aty i kam bërë denoncimin në polici, duke marrë fëmijët nga shkolla ditën tjetër. Dhe kam ikur në një shoqen time, kisha mbledhur lek, kisha shkojtur në një avokat, kisha kërkojtur divorcin. Avokati nuk pranoi të kërkonte divorc për çështje dhune, megjithatë i bëri më vonë.
sepse nuk gjithmonë në pa mundësi ekonomike, sepse ai më rrihte dhe më merrte lekët, kështu që nuk kisha mundësi të shkoja asgjikundi. Pra, ndihma nga ana e institucioneve shtetërore, nga institucionet sociale nuk ka patur suport fare. As Julinda dhe as femrat e tjera, me sa kuptoj. E vetmja shoqat që ndihmon është shoqata e gruas shqiptare, e cila momentalisht po jep ndihmë për këtë rast, apo jo, por nuk është e mjaftueshme zonja Vjollca. Keni ngritur zërin ju si shoqat për të kërkuar ndihmë, për të apeluar, për të raportuar këto raste dhe për të kërkuar bashkëpunimin e institucioneve të shërbimit social dhe të drejtësisë në mënyrë që të përmirësohet pak situata të tilla. Faktikisht, ne si organizatë nuk kemi marrë ndonjë kështu, thjesht me një është një organizatë akoma më e fuqishme këtu, domethënë organizata e gjithë, domethënë të huajve, me ato pak a shumë, domethënë jemi ndërmarrë që bëjmë këto evente të ndryshme, kundër racizmit, kundër dhunës së grave që dalim në për këto manifestime të ndryshme, por që të kërkojmë ndihmë, domethënë për raste të tilla nuk e kemi bërë këtë gjë. Pas atij akti të makabre që ka ndodhur para një muaji që sapo e komunikuat, a keni pasur Selanik, domethënë në qytet tjetër, nuk është na ndodhi në Athinë, por që keni pasur fshata sensibilizuese pas këtij akti për të ndërgjegjësuar femrat dhe për t'i ndihmuar që të reagojnë më shumë dhe të parandalojnë akte të tilla? Po, kemi bërë manifestime për këto lloj raste, kemi dalë në sindagma i thonë parlamenti grek, përpara parlamentit, kemi dalë, jo vetëm ne shoqata e gruas, por të gjitha organizatat që e grave këtu në Greqi, që kemi përpara parlamentit, kemi bërë domethënë me qiri, domethënë dhe i kemi aty në ato figurat, domethënë ato fotot, ne i kemi në tek shoqata jonë të E kuptoj. Kemi dhe grafion tonë, domethënë ku mblidhemi aty, zyrën tonë, ku mblidhemi, dhe i bëjmë këto evente dhe këto mbledhje dhe këto çdo organizim bëhet. E qartë, e qartë. Julinda, nga viti 2021 dhe deri më tani 2021 ka qenë momenti definitiv ku ti more vendimin për të larguar nga ish-bashorti jot dhunues dhe për të nisur një rrugë komplet të panjohur, të re, të vështirë me 2 fëmijët e tu, apo jo. Dhe si ka qenë gjithë këto vite jeta jote, a ke patur frikë nga ish-bashorti dhe a je dhunuar më pas, a je përndjekur nga ai? Si ka qenë për ty kjo periudhë? Shumë e vështirë. Shumë e vështirë, sepse u përndoqa dhe pas 2 muajsh zotëria duke me qarë përpara këmbët mia, duke atëherë ka ardhur dhe babai im dhe i ka kërkuar llogari dhe nuk kam pasur mbështetje, jo isha, po mbështetje psikologjike, sepse kam pasur një karakter që kam dashur të punoj vetë fort dhe të rris fëmijët e mi me aq sa mundësi kam pasur unë, jo të kërkoj dikujt ndihmë monetare. Nuk kam dashur kur, edhe nuk e dua sot. Sot kam mundësi ja dal vetë. Atëherë kam pasur frikë për shumë gjëra. Ndërkohë që për 2 muaj kam marrë valizën dhe ka ardhur përsëri në shtëpi edhe pse ai u ndoq nga policia, duke më dhënë fjalën që nuk do ta bënte më. Më ka marrë një firëm falso, duke vulosur një letër në kep që çdo gjë ato që kam thënë i marr mbrapa që nuk ekzistojnë, që i thash në një çast që nuk isha mirë psikologjikisht e gjëra të tilla. Dhe duke më mbushur mendjen, unë i kam dhënë një mundësi të dytë.
sepse dhe fëmijët më qanin dhe unë u gjenda shumë vetëm, edhe pse unë kisha mbështetjen e këtyre zonjave të nderuara, nuk mund të drejtohesha për çdo gjë, nëse fëmia im smurej, nuk mund të kërkoja lek dhe të shkoja fëmijën në spital, të merrja ilaçe apo çka. Kam qenë shumë e mbyllur në vetvete. Më dukej fundi botës. Erdhi në shtëpi dhe pas një muaj e gjysmë bënte të tilla gjëra, më kontrollonte telefonin, fliste nga telefoni me njerëz të huaj, më thoshte që tiket tjetër, kush të shkruan, pse shkruan, çfarë po thua për mua, më hithe gjellën, më thynte pjatat, shumë si në fillim dhe më keq. Aty kam shtrënguar fort stomakun, si I themi ne andej, në Shqip, edhe jam menduar mirë, sepse më erdhi turp, sepse unë e pranova prapë dhe të gjithë më thanë mos e bëj, sepse do të përdori, po të përdor për momentin për mos të futur në burg dhe ti do përfundosh më keq se në fillim. Dhe ajo ishte e vërteta. Sepse unë besova, sepse nga ajo që ai pa, nga ajo që I ndaj një vetëm për shumë kohë, ndoshta I munguan fëmijët, I mungova unë si person, shumë vite bashkë, ndoshta mendova sikur do ndryshonin gjërat. Jo. Thye Juli. Dhe e lash të kthehej në shtëpi, sepse ai u kthye me dhunë, nuk është se u kthye sepse I kërkova unë të ktheja. Ai çdo ditë ishte pas meje, më ndiqte me makinë, më thoshte do të vras, shkonte merrte fëmijët e shkolla, vinte bënte shumë gjëra që nuk mund t'i ndaloja unë si femër. Jolinda, dua të të pyes diçka. Ti thua që Vjollca është nëna jote e dytë. E ke nënën biologjike gjallë? E kam, është si luanesh, nga ajo kam marrë shkase dhe jam sot kjo që jam. Sepse nëna ime rriti si një zonjë e vërtet, 2 motrat e mia vetëm. E qartë. Dhe ja ka dalë. Të ka suportuar gjatë këtyre momenteve të vështira të jetës tënde? Sigurisht që po. Aq sa mundësi ka pasur ka qenë gjithmonë afër meje, gjithmonë. Linda, nuk I ke zgjidhur akoma problemet me ishbashortin, sepse ai mban fëmijët dhe gjykata ja ka dhënë të drejtën e fëmijëve ishbashortit, apo jo? Po, paraprakisht po. Pse ja ka dhënë? Shoqata e gruas shqiptare ka ndërhyrë për të treguar dhe për të mbështetur Jolindën në lidhje me gjithë padrejtësi që I është bërë? Sigurisht, por këtu institucionet nuk funksionojnë, këtu nuk mbështetet gruaja, me ligjet e Grekut nuk e mbështesin gruan, sepse këtu edhe janë ngritur të gjitha shoqatat për momentin të grave që janë në Greqi, qofte si e jona, ashtu dhe shoqatat greke vetë, që nuk ka, domethënë babai ka të drejtë të rrisi fëmijët nëse ka mundësi më të madhe ekonomike, por unë kam ikur nga spitali dhe nuk e dija që nëse unë nuk kthehesha në atë moment në shtëpi, do quhej ikja ime si braktisje e familjes. Çfarë pret të bësh tani? Cili është hapi radhës? A ke shpresë që mund t'i marrësh fëmijët mbrapsht? Kam shumë shpresa, sepse deri më tani unë kam bërë gjëra, pavarësisht se gjërat nuk u bën në fillim, nuk e di pse ju dhan fëmijët. Atij kishte mundësi ekonomike, kishte shtëpinë që sepse unë u largova nga shtëpia dhe nuk doja të kthehesha më në atë shtëpi. Me ato që kisha jetuar nuk mund të kthehesha më në atë shtëpi. Lash çdo gjë dhe nuk mora, kam ikur vetëm me pijamat e trupit, asnjë gjë më tepër. Nuk mund të kthehesha më. Nuk e dija që unë duhet komunikoja me policinë që të merja fëmijët ditën e tretë. Dhe askush edhe qendra ku unë ndënja nuk më tha që unë mund të merja fëmijët në ato moment. Dhe për këto gabime, unë akoma dhe sot I vuaj. E qartë. Por ty të duhet dhe një avokat, apo jo? Për të ndjekur çështjen. Për momentin unë kam një avokat shqiptar, po bëj të pamundurën që të paguaj avokatin, sepse kam pasur shumë momente që ulja ngritje edhe pa punë, edhe kam pas probleme shëndetësore, sepse nga goditjet e atij unë kam pasur probleme me mezin, thyerje dëmësh, problemet me qafën që më godiste gjithmonë në kokë, nuk ka qenë shumë e lehtë për mua, megjithatë unë jam këtu, jam shumë e fortë, sepse jam nën edhe do luftoj fort për të marrë ato 2 fëmijët e mi dhe për t'i patur në krahët e mi.
Falenderoj shumë që e ndave historinë tënde, që pate guximin për ta ndarë publikisht për zërin e diasporës, dhe ne do të apelojmë fuqishëm për këtë rast tëndin, por jo vetëm, për të shërbyer edhe si një mesazh për të gjitha rastet e tjera, zërat e heshtur që unë e kam përmendur dhe në kryet herës të kësaj bisede, që ka shumë femra që nuk kanë guximin tënd për të ngritur, për denoncuar dhe aq më tepër për të luftuar më pas për të rifituar jetën e tyre. Unë ju falenderoj të dyjave, Julinda të falenderoj shumë për guximin dhe ty Zonja Vjolca për suportin që po jep Julindës në këtë rast dhe për gjithë kontributin që shoqata juaj jep për rastet e këtyre zonjave, këtyre nënave të lëna në mëshirë të fatit. Ju falenderoj shumë dhe në këtë rast dua të falenderoj shqiptarët e diasporës që po na ndjekin përmes kësaj lidhje Skype dhe dua që të bëj publikisht thirrje dhe apel për ndihmë për rastin e Julindës dhe për të gjithashtu një apel edhe një thirrje edhe për institucionet e drejtësisë në mënyrë që të kemi reagime nga të gjitha institucionet, si ato greke dhe institucionet shqiptare, për të bashkëpunuar me njëri tjetrin në mënyrë që këto raste të gjejnë ndihmën e duhur dhe të dalin nga dhuna në të cilën ato ndodhen, femrat në këtë rast ndodhen në shtetin grek. Dhe ka raste të shumta. Ka plot raste dhe ky është vetëm fillimi, mendoj, i këtij problemi që ne duhet ta ndjekim hap pas hapi dhe gjithashtu ftoj që të më kontaktojnë edhe të gjitha ato palët e tjera që u përmendën në këtë bisedë, ndoshta dhe ish bashkëshorti i Julindës për pasur zërin e tij. Unë ju falenderoj shumë dhe mezi pres t'ju takoj në video në radhës. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.